Aslani, Amerika, Anglia. Bellingham, broja, butërori. Duket si mësimi i alfabetit dhe abetarja, por është më shumë se kaq. Janë yjet përmes të cilëve Shqipëria dhe Anglia duan të fitojnë ndeshjen, herojnë që duhet të marrin përdore ekipin edhe pse surprizat nuk përjashtohen. Kombëtarja shqiptare do të bëjë debutimin sot në Wembley për eliminatoret e botrorit. Misioni është i vështirë, por jo i pamundur. Arsyet për të besuar dhe për të mos besuar janë të shumta, por në një ndeshje futbolli mund të ndodhë gjithçka. Aslani. Christian Aslani është një prej liderëve të kombëtares shqiptare, vjen në një moment të mirë me skuadrën e Interit ku ka marrë minuta dhe ka fituar besimin e trajnerit Simone Inzaghi. Në ekipin kuqezi është i paprekshëm, futbollisti që Silvinho bazon lojën dhe skemat e tij. Shqiptarët presin shumë prej tij sepse vjen si një kampion i Italisë dhe me shumë përgjegjësi mbi shpatulla. Djalo është i 23 vjeçar, ka luajtur 29 ndeshje me fanellën kuqezi dhe ka shënuar 3 gole në total, 2 prej tyre spektakolar. Ai është lojtari më i shtrenjtë i kombëtares shqiptare, 18 milion euro, në Angli sytë e shqiptarëve janë mbi të gjitha tek ai. Cristiani në këtë sezon me Interin ka sfiduar 2 skuadra angleze, Cityn dhe Arsenalin. Në ndeshjen e parë nuk luajti, ndërsa në të dytën dha kontribut 20 minuta për fitoren e zikaltërve. Këtë verë do të shkojë me Interin në Amerikë për të luajtur botrorin e klubeve, por ëndra e tij e madhe është botrori me Shqipërinë. Nuk dua të zgjedh, më mirë të bëj triplet me Interin dhe të shkojë edhe në botror me Shqipërinë, sa djaloshi përpara 2 ditësh në konferencë. Amerika. Por dikush tjetër nga kuqezin ka shkuar i pari në Amerikë dhe shpreson që të marrë me vete të gjithë të tjerët në verën e ardhshme. Myrto Uzuni, djaloshi nga Berati pas 1001 peripecish ka arritur që të sigurojë një kontratë me Austin në Texas dhe ka nisur që të shkel barin e fushave amerikane. Por, sikur ta bëjë me fanellën kuqezi, do të ishte një ëndër e jashtëzakonshme, për më tepër që në Europian nuk mori ftesë nga Silvinho, një motiv ekstra. Broja. Anglia mund të ishte skuadra e tij, por ai zgjodhi Shqipërinë, me krenari dhe dëshirë që një ditë ta çonte në kompeticione të rëndësishme. Ja ku e ka shansin. Sfida në Wembley është ndeshja e jetës për të, një ndeshje që i shkoi pranë vite më parë, por nuk luajti për shkak të dëmtimit dhe të një fërkimi me Edi Rejen. Prezenca e tij në këtë listë tregon se sa shumë e do këtë mision, sepse rikthehet pas një kohe të gjatë në fushën e lojës. Bellingham. Mali që duhet ngjitur për të parë Amerikën është i lartë. Anglia është një prej kombëtareve më të forta të Europës dhe sigurisht që nuk do të lërë vend për shaka të hidhura në ndeshjen e parë. Sytë e 3 luanëve janë nga Jude Bellingham, ylli i Realit të Madridit. Tashmë me stofin e një kampioni dhe një lideri kërkon të transmetojë këtë ndjenjë në ekipin kombëtar. I shkoi afër një ëndër me Anglinë në finalen e Berlinit, por Spanja ishte më e fortë dhe meritoi të shpallej kampione e Europës.